Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar ministre Nagafsi, i nderuar drejtor Hetemi, shumë të nderuar përfaqësues të institucioneve, familjarë, mësimdhënës, ish-nxënës e dëshmitar të asaj kohe të rëndë, përfaqësues të shoqërisë civile e të botës akademike, të nderuar të pranishëm. Ka histori që edhe me kalimin e viteve nuk zbehen, sikundër që ka krime të cilat nuk harrohen kurrë, nga se heshtja do t'ishte tradhti ndaj së vërtetës, ndaj drejtësisë dhe ndaj vetë atyre që e përjetuan këtë krim. Helmimet masive të nxënësve shqiptarë në Kosovë në vitet 80-90 janë një krim i tmerrshëm, i cili edhe sot kërkon përgjigje dhe kërkon drejtësi. Një aromë që fillimisht duke e parëndësishme, por që brenda pak muaj shndrohej në panik e pak minutash shndrohej në panik e në ankth, nxënës që humnin ndjenjat, marrëmendje të vjella, djersitje e probleme me frymarrjen. Këto ishin simptomat dhe kjo ishte pamja e viteve 80-90, kur nisi helmimi i nxënësve të Kosovës nga regjimi kriminal serb. Kjo aromë që më vonë doli të jetë një agent kimik nervor, ishte preludi i një prej sulmeve më të rënda ndaj fëmijëve shqiptarë në Evropë, pas luftës së dytë botërore. Kjo nuk ishte një rastësi, por një akt i paramenduar kundër nxënësve të shkollave tona, por edhe njerëzve të tjerë. Procesi i helmimit zgjati për shumë ditë, ndërmjet viteve 80-90 dhe preku një gamë të gjerë institucionesh. Përfshirë institucione parashkollore, shkolla fillore, të mesme, të larta, një institucion kulturor dhe një ndërmarrje ekonomike. Sipas të dhënave të grumbulluara edhe nga zoti Halim Hyseni që kemi nderin ta kemi sot këtu, në total janë helmuar mbi 7.000 njerëz gjatë asaj periudhe. Në vetëm pak javë shkollat në Prishtinë, Podujev, Ferizaj, Gjilan, Vushtri, Mitrovic, Kamenice, shumë qytete të tjera, u shndruan në skena dhimbjeje e frike. Në shumë raste, ambulancat, sidomos ato të drejtuara nga stafi serb, refuzonin të ofronin ndihmë fëmijëve shqiptar. Në vend që t'u jepej ndihma elementare mjekësore, ata stigmatizoheshin, talleshin e shpërfilleshin. Nga ana tjetër, shumë mjek dhe infermier shqiptar që ngritën alarmin për helmim e u dolën në ndihmë nxënësve të asaj kohe, u larguan nga puna nga regjimi serb duke u akuzuar për propagandë. E pastaj u andaluan edhe të flisnin në media vendore ndërkombëtare. Të nderuar të pranishëm, pas analizave të para, ekspertët e pavarur vunë në pah praninë e substancave të rrezikshme neurotoksike, të cilat janë përdorur edhe nga regjimet më brutale në botë. Me 8 shkurt 1992, profesori A. Hendricks, ekspert shkencor dhe drejtor i laboratorit ndërkombëtar të Universitetit IRUL, në studimin e tij që ka të bëjë me Kosovën, konkludoi se ndaj nxënësve ishte përdorur një gaz nervor organiko-kimik, sarin dhe tabun, substanca të njohura botërisht si materie kimike luftarake. Ky konstatim shkencor e vërteton atë që prindrit, mësuesit dhe mjekët shqiptar e panë me sytë e tyre se ndaj fëmijëve tanë u krye një sulm kimik. Ky akt njerëzor ishte një sulm i mirë organizuar, i koordinuar, tipik për një aparat shtetëror represiv, që kërkonte të thyej shpirtin e një populli duke goditur më të pambrojturit, fëmijët, nxënësit dhe të rinjt. Serbia jo vetëm që e kreu krimin, por edhe e mohoi atë pastaj, duke angazhuar gjithë propagandën shtetërore, shërbimin sekret, diplomatët, madje edhe disa mjekë të tyre, duke cilësuar tërë këtë situatë si një histeri masive. Një fyerje e rëndë për familjet, një goditje dyfisht për fëmijët e helmuar. Për faktet dihen botërisht. Qindra raste të rënda të helmimeve janë dokumentuar tashmë. Analizat mjekësore ekzistojnë dhe provat shkencore dhe dëshmitarët e kohës konfirmojnë mira raste të tjera që e vulosin të vërtetën. Fëmijët që u rrëzuan ato ditë nëpër korridoret e shkollave, si pasojë e helmimit, u shndruan në simbol të një qëndrese të heshtur, por të pathyeshme. Ato ditë, teksa Serbia provonte t'i largonte shqiptarët nga shkollat, nga gjuha, nga arsimi, fëmijët shqiptar u kthyen në pjesëmarrës dhe dëshmitar të rezistencës kombëtare. Ta u bën brezi që u edukuan në shtëpi, në podrume, në garazhe, në shkollat e improvizuara. U bën brezi që refuzoi të dorëzohej dhe të heqte dorë nga dinjiteti, liria dhe e drejta në arsim.
Pavarësisht rrezikut, këta fëmijë të helmuar qëndruan të palëkundur. Ata ishin pararencit e lirisë sonë. Sepse Serbia helmoi të rinjt tanë, por nuk arriti të helmoi vullnetin e tyre. Këto helmime ishin pjesë e skemës së gjerë të apartheidit serb dhe krimeve kundër njerëzimit që kryeshin ndaj popullit tonë në ato vite, krime këto që pastaj u shndruan në kampanjë gjenocidi kundër popullit Kosovës në vitet 98-99. Nuk ishin akte izoluar, por pjesë e një sistemit të represioni që synonte fillimisht mbylljen e shkollave shqipe, përjashtimin e muslimdhënësve shqiptar dhe ushtrimin e dhunës sistematike e cila u shndrua në qëllim të qartë për të shkatruar popullin tonë. Helmimi i fëmijëve ishte sinjali më i qartë se Serbia nuk do të ndalej para asgjëje për të tentuar nënshtrimin e popullit tonë. Por as nuk mundën e as nuk ja dolën. Sot kur flasim për këtë histori të dhimbshme, nuk flasim për ta zgjuar dhimbjen, por për ta zgjuar ndërgjegjen. Sot e kësaj dite nuk është identifikuar asnjë autor, asnjë përgjegjësi zyrtare nuk ka marrë Serbia dhe si zakonisht ajo refuzon mos të pranojë të vërtetën. Kosova nuk do të rresht së kërkuari drejtësi pavarësisht këtij mohimi të së vërtetës nga ana e Serbisë. Do të vazhdojmë të punojmë në dokumentim dhe të kërkojmë përgjegjësi për këtë krim. Kjo nga se vetëm kombet që kujtojnë dhe respektojnë të kaluarën, ndërtojnë paqe të vërtete afatgjatë. Dëshmia jonë është themel i lirisë. Të nderuar të pranishëm, helmimet ishin fillimi i asaj që do të pasonte më vonë, luftës së viteve 98-99, spastrimit etnik dhe gjenocidit të kryer nga regjimi serb. E gjithë kjo është pjesë e së njëjtës doktrinë kriminale që përdori regjimi i Miloševićit. Por pavarësisht kësaj, Kosova u ngrit, u mbrojt dhe me luftën stoike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me udhëheqjen e mençur të presidentit Rugova si dhe me ndihmën e aleatëve, arriti lirinë dhe u pavarësua. Sot Kosova është e lirë pikërisht sepse gjenerata të tëra sakrifikuan gjithçka për liri e dinjitet. Historia e helmimeve të nxënësve shqiptar në Kosovë nuk është vetëm histori dhimbjeje, por edhe e rezistencës. Është histori e mosdorëzimit dhe vullnetit për të mbijetuar, për të mësuar, për të jetuar dhe për të qenë të lirë. Është histori që na mëson se liria lindi në bankat shkollore, por edhe në oborret e shkollave ku u helmuan fëmijët tanë, por nuk u thyen asnjëherë. Prandaj ne sot kujtojmë për të mos harruar kurrë, por edhe për të mos lejuar që akte të tilla makabre të përsëriten kudo qoftë. Kjo kujtesë është në funksion të ndërtimit të një të ardhmje me dinjitet dhe me drejtësi. Lavdi Brezit që e mbajtën gjallë arsimin dhe dinjitetin shqiptar në vitet më të errta, drejtësi për fëmijët e helmuar.